Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Palimit. Rritje ekonomike apo bum parash informale? Kush ndikoi në rënjen e euros? Për të diskutuar rreth kësaj kemi në lidhje direkte Dorian Teliti. Dorian, përshëndetja. Përshëndetje, kënaqësi. Atëre euro po vjen të zhvlerësohet ndaj lekut. Qeveria e lidh këtë me rritjet ekonomike, turizmin dhe investimet e huaja. Ndërsa ekspertët të tjerë flasin për ndikimin e ekonomisë informale dhe hyrjen e parave të pista. Sipas ju, çfarë po ndodh realisht me kursin e këmbimit? Atëherë, në parim, teoritë ekonomike dhe praktika ndërkombëtare ka treguar diçka, që në rast se ke një fuqizim të ekonomisë me ritme të larta, po të ndodhë dhe fuqizimi i monedhës kombëtare. Pyetja, meqense monedha kombëtare shqiptare na që nga fuqizuar kaq shumë këto vite, ka ardhur si pasojë e rritjes ekonomike? Jo, fatkeqësisht jo. Kujtojmë diçka, që ndoshta qeveria krenohet për mbështetjen e ekonomisë që pas ka forcuar lekun, dy sektorët që janë prodhues të ekonomisë shqiptare, që është sektori bujqësisë dhe sektori industrisë prodhuese, janë prej 4 vitesh në recesion. Ne kemi rritje anemike, kemi rritje minimaliste, e cila sipas raportit fundit të statit është mbështetur kryesisht nga shpenzimet qeveritare, të cilat kryhet po me paratë e taksapaguesve shqiptar, dhe nga sektori imobiliar, sektori ndërtimit. Tani si është e mundur që gjatë 10 viteve të fundit, sektori imobiliar ka 3-4 fishuar çmimet e veta, ndërkohë që as rritja ekonomike, as target e shqiptarëve nuk kanë ecur me këtë trend? Cila teori ekonomike e shpjegon këtë gjë? Si është e mundur që ndonse kemi përkeqësim të bilancit të tregtar dhe të balancës korrente, këtej në tjetër nuk fuqizo ka leku? Nuk ka shpjegim për këtë gjë. Ka vetëm pra shpjegim me argumentat normale të temi dhe me parametrat zyrtar të çdo ekonomie. Ka vetëm një shpjegim, fluksi i madh i parave që janë jashtë sistemit financiar zyrtar. Pra të ndryshe, paratë e pista, paratë e krimit, paratë e drogës, paratë e korrupsionit, të cilat janë sot në vlera aq të mëdha për miliardë euro shmaramëndse vit pas viti, që futen në ekonominë shqiptare, që kanë deformuar tregun shqiptar. Po flasë për deformim të tregut shqiptar. Rritja ekonomike e Shqipërisë është 3%, e cila është mbajtur sipas të përsërisë dhe njerë, sipas nga shpenzimet qeveritare dhe nga një sektor i vetëm. Ne nuk kemi edhe turizmi që flasin turizëm, po më ka turistë që vinë në Shqipëri. Po këta turistë që vinë në Shqipëri, a konsumojnë kulinarinë shqiptare? Është pyetja. Pra e thon ndryshe, a konsumojnë të produktet e fshatarit shqiptar, të blegtorit shqiptar? Jo. Në çdo 5 produkte të tryezës së shqiptarëve të restoranteve kështu me radhë, 4 nga këto produkte janë produkte importi. Pra vjen, po them unë, francezi në Shqipëri, edhe pinë qumshin i cili vjen nga Serbia, han djathtin i cili merret nga Greqia, han fruta perimet që merren nga Maqedonia e Veriut, han patate që vjen nga Kosova kështu me radhë. Pra produktin vendas ne kemi dërmuar, për 4 vitesh bujqësia, blegtoria dhe industria prodhuese janë në recesion. Eksportuesit shqiptarë kemi dërmuar sepse shfuqizimi i euros e dërmon eksportin. Dhe pas e flasim për zhvillim. Zhvillimi mund të ekzistojë në letrat, në dokumentat e qeverisë, në realitetin e shqiptarit. Thjesht, normal, aty 99% shqiptarëve normal. Atyre bizneseve normale që mundohen me djersën e ballit t'ia dalin, zhvillim nuk ka. Flasim për investimet e huaja direkte. Po të na thonë 5 investimet e huaja direkte që na pas kanë ardhur. Cilat janë të 5 investimet? Cilat janë? Ne ke për vitesh nuk shohim investitor të huaj vinë në Shqipëri. Shohim investitor që duan të vinë në Ballkan, por nuk e zgjedhin kurrë Shqipërinë. Dhe është normale të mos e zgjedhin fatkeqësisht, është fatkeqësia jone. Është fatkeqësi. Sepse kur ata krahasojnë Shqipërinë, kur krahasojnë Shqipërinë me vendet e tjera, shohin ku është më lart siguria juridike, në Shqipëri apo në vendet e tjera të rajonit, në vendet e tjera minus për Shqipërinë. Ku janë taksat më të larta në Shqipëri apo vendet e rajonit, në Shqipëri, prapë minus për Shqipërinë. Kush është vendi më i korruptuar në rajon? Shqipëria, minus për Shqipërinë. Ku është klientelizmi më i madh në Shqipëri, krahasoj vendet e tjera, në Shqipëri fatkeqësisht minus për Shqipërinë. Ku ka problematika me çështën e pronës? Në vendet e rajonit apo në Shqipëri? Në Shqipëri, një minus edhe për Shqipërinë. Është shumë faktorë të tjerë. Dhe kur i vendos gjitha bashkë, është normale, më fatkeqësisht është normale që një investitor i huaj, kushdo që të ishte, të mos e zgjidhte Shqipërinë. Pyetja që duhet bërë qeveritarëve, çfarë thonë? 3, jo 5, 3 investime të rëndësishme që kanë ardhur në Shqipëri, që japin një impakt në ekonominë kombëtare, por impakt në ekonominë rajonale ku ato kanë investuar.
Cilat janë të investime? Cilat janë të investime? Mund të i rendisim? Nëse na i rendisim, hajde diskutojmë, por nuk ka fatkeqësisht nuk ka. Kemi një ekonomi shqiptare e cila është destinuar të dështojë, pasi çdo ekonomi në çdo vend të botës, momenti që nuk bazohet tek prodhimi, fatkeqësisht mund të ketë në afat shkurtër ta mbajë frymën e vet gjallë, por në afat mesët dhe në afat gjatë është destinuar që të mos eci përpara. Po ndërkohë që vendet e tjera ecin përpara, dhe ti praktikisht rastësisht qëndron aty ku je, vend qëndron, rritet hendeku, diferenca midis vendit tënd dhe vendeve tjera, që në thonjza në të rritë ekonomike dhe kjo quhet një farë recesioni. Pasi ulet akoma dhe më tepër aftësia jote për të zhvilluar, aftësia jote për të fitur investime, aftësia jote për të hapur vende pune, aftësia jote në fund ditës për të mbajtur shqiptarët këtu në Shqipëri, që ta kryejnë jetën e tyre këtu, që të punojnë këtu. Ndaj ti ke për disa vitesh fenomenin masiv të emigracionit, i cili nuk ka larguar nga Shqipëria thjesht ata që nuk kanë pasur një mundësi punësimi, si pasojë e faktit që nuk kanë pasur një formim të duhur. Ka larguar stres të mesme, ka larguar ata që janë truri mendja çdo shoqërie, ata të cilët çojnë përpara shoqërinë me ide, me vullnet, me punë, me drejtim, edhe ata që duhet marrin edhe pjesë dhe tjetër pjesë politikë bërjes shqiptare në fund ditës. Janë larguar, ka marrë rrugë të Aratiz, dhe këtu në Shqipëri dita ditës rritet gjithnjë më shumë numri i pensionistëve, e ndërkohë që ulet gjithnjë më shumë numri i kraut punës, si sasior ashtu edhe cilësor. Dhe reduktohemi sot që kudo që ti shkon, si nga bloku në qendër Tiranës, e deri në periferinë edhe më të largët, shikon të huaj që vinë punojnë në Shqipëri. Ç'ku ndodhte kjo para 10 vitesh përpara? 10 vite përpara bëshe konkurrencë masive midis njerëzve për gjetur një vend pune. Sot aq masiv ka qenë ky largim i shqiptarëve nga Shqipëria, si pasojë mungesës së shpresës, si pasojë mungesës së shërbimit shëndetësor të duhur minimal, si pasojë shërbimit arsimor, si pasojë mungesës shtetit ligjor, të respektit të njeriu në fund fare, se njeriu ka një dinjitet dhe do të jetojë me dinjitet në fund ditës. Si pasojë kushteve të këqija ekonomike që përkeson dita ditës, ku 40% e shqiptarëve jetojnë në varfëri apo në rrezik varfërie, apo si thotë edhe raportet ndërkombëtare në privim social, pra që nuk arrin dot të zaurojnë nevojat e tyre bazike për jetë normale dinjitoze sipas standardeve. Flasim për Europë. Cilat janë, më fal, ndjes. Flasim për standardet e Europës të jetesës. Cilat janë shpenzimet që po rëndojnë familjet shqiptare? Pjesa dormuese, e thonë vetë statistika zyrtare e shtetit, e thonë Eurostati, e thonë studimet e sove ndërkombëtare, pjesa dormuese e buxhetit familjar shkon për ushqim, veçmbathje, ujë, drita, qira. Mbi 80% e rrogave, e të ardhurave, çdo familje shkon për këto orientime. Shto pas edhe kostot e arsimit dhe kështu me radhë, shqiptarët nuk i ngel asgjë në xhep. Po dhe këta që harxojnë për ushqime për veçmbathje, mos kujtoni dhe e di shumë mirë realitetin. Mos kujtoni se këta po ushqehen në mënyrë cilësore dhe sasiore të duhur. Pra 42% e shqiptarëve jetojnë në varfëri apo në rrezik varfërie. Pra po flasim për varfëri. Njëkohësisht që ka disa për një pjesë të saj, mos e rushme që janë edhe në skamje. Se flasim për pensionistët, 190 euro, që është pensioni mesatar në qytet, se në fshati 180 euro e ka. Qa mund të bëjë një pensionist me 190 euro, me 6 euro në ditë? Me 6.000 lekë ditë, qa do bëjë me 6.000 lekë dikush në ditë? Do blej ilaçet, do ushqe, do paguaj faturën e transportit, autobusit, se makinës bëhet llafë që të ketë. Po këtu gjysma ilaçeve nuk janë cilësore dhe dim shumë mirë, se vit 2014 u hoqa i vendi origjinës dhe u hap që çdo ilaç në botë që prodhohet vinë në Shqipëri, edhe ato jo cilësore, ndërkohë që përpara ka pasur produkte të vinin nga vendet e OECD-s, pra vende të certifikuara, duke dhënë në sigurinë e cilësisë ilaçit. U hap kjo port, në Shqipëri vjen çdo lloj ilaçi, edhe gjysma ilaçeve që ka çdo kush i cili ka nevojë, gjysma e rimbursohen, për ato ilaçe jo cilësore, gjysmën tjetër e paguajnë nga xhepi. Po kjo është kosto për ata. Imagjinoni një të smur me zemër, një të smur me diabet, një të smur me kolesterol e kështu me radhë, sa i shkon fatura mujore. Po fatura dritave, e cila është rritur këto vite. Po fatura ujit, e cila është rritur këto vite. Ato 3 lekë që ngelin në xhep, i shkon pastaj për ato ushqimin bazik. A ka një zgjidhje? A ka një zgjidhje konkrete që A ka një zgjidhje konkrete që premton ose propozon Partia Demokratike në lidhje me pensionet? Shiko, askush nuk ka shkopin magjik.
por që ka hapësirë për një mirë menaxhim më të mirë të financave publike, absolutisht që po. Shiko, tu zgjedhja është dakord të merret taksën nga shqiptarët. Puna është akoma diskursi kryesor, akoma do bërë si shpenzon këto para të shqiptarëve. Kemi një buxhet për mbi 9 miliardë eurosh. A shkon ky buxhet për ta zhvilluar ekonominë, e cila më pas sjell më shumë të ardhura në buxhet, që jep asaj mundësi të qeverisë që akoma më shumë të shpërndaj? Jo. Në anën tjetër, a ka shpenzime të cilat janë të orientuara drejt lukseve le themi apo shpenzime të panevojshme? Sa duhesh. A ka shpërdorime? Lexojmë raportin e kontrollit të shtetit. Mesatarja e 12 viteve të fundit pra mund të themi se ka hapësira për të shtuar fondin e pensioneve. Shpërdorime. Patjetër. Jo për ta bërë pensionistin e pasur, nuk ekziston kjo gjë, nuk është e mundur kjo gjë. Jo për ta bërë pensionistin si pensionisti italian apo si pensionisti francez, absolutisht nuk ekziston kjo gjë. Do ishim pralla, po për t'i dhënë disi një jetesë pak më të mirë, patjetër që ka mundësi. Pse refuzojnë ta vendosin minimumin jetik? Çfarë të keqe e ka kjo gjë? Fondet në buxhet ja duhet thjesht të realokohen nga fondet që kalojnë për kontratat pa tender, pa garë, nga fondet për kontratat koncesionare që nuk ekzistojnë, se paguajmë 13 milionë euro vitin 2026 për një incinerator Tiranës që nuk ekziston. Po të bësh një mirë menaxhim më të mirë të financave publike, ke mundësi të arrisësh disi masën e pensionit. E përsëris jo për ta bërë sa Italia dhe sa Greqia, apo se sa Franca. Jo, nuk e bëjmë dot, askush nuk e bën dot. Do ishte gënjeshtër, do ishte mashtrim. Por për ta bërë disi më të lartë, për të dhënë një mundësi më të mirë jetese, për t'ia përmirësuar disi jetesën ato vitet e fundit të çdo pensionisti, patjetër që mundësit janë. Kjo pastaj është zgjedhje politike që bën çdo forcë. Forca aktuale e qeverisë ka zgjedhur që pensionistët i gënjejnë. Do ju them një shifër. Në vitin 2012 7.9% e GDP-s ishte fatura e pensioneve. Në vitin 2026 është 7.8% e GDP-s. Pra ke një rënje madje të rëndësisë që vizionit që i jepti pensioneve, ndërkohë kanë kalu 13 vite dhe vënd që t'ishte rritur kjo vlerë, pra pensionistët të merren diçka më shumë, sepse na krenohen për rritje ekonomike, për rritje të ardhurash. Por ama nuk e thonë që kjo rritje të ardhurash ka ardhur nga rritja e taksave, ka ardhur nga rritja e çmimeve, se rritja e çmimet, rritja e TVSH-s që argëtohet. Po kush i paguan ato taksa dhe ato rritje të çmimesh? Paguajmë ne shqiptarët, unë, ti dhe çdo qytetar që konsumon. Bizneset të cilat operojnë. Pra mundohen të shojnë vetëm për atë likun e tyre. Si të sigurohen fondet e buxhet, që të mos sënohen privilegjet, që të mos sënohen shpenzimet e tyre që ata kanë vendosur, të mos sënohet klientela, se klientela duhet paguar. Në mënyrë që ai klientel pastaj të paguajë për të nesër në fushat. Dhe për bërë ato aferat korruptive. Është çështje filozofie. Filozofia e tyre nuk është ta mbështesin ekonominë shqiptare, sepse potencialet janë. Denoncimet janë sheshit, i lejojnë, i shohin, dhe nuk reagojnë. Pagat në administrat janë rritur, po sektori privat është në gjendje ta ndjek këtë ritëm? Është po, në to 13 vite pagat në administrat, të 2-3 vite në fund janë rritur. Po me çfarë ritmi janë rritur pagat në administrat? Në fund fare nuk ka rëndësi sa para marrim ne, rëndësi ka çfarë blejmë në ato para. Pra fuqia reale blerëse, apo e thon ndryshe, paga që ti merr e ponderuar, e pjesëtuar, ta themi më fjalë thjeshta me çmimet. Ka qose çmimet e produktit janë rritur 2 deri në 3 herë. Vaj është rritur më shumë se sa 100%. Po, sheqeri është rritur krahasuar me 13 vite më parë po flasim. Por buka ka qenë 600 lekë sot është 1000 lekë. Është rritur 67%. Po produktet bazike e rritur me 2-3 herë çmimet, po. Po mirë, këto paga që rritur, po më rritur pagat. Po rritur 2-3 herë? Jo, nuk e rritur 2-3 herë. Ç'do thotë? Do thotë që kemë shumë para në xhep, por çmimet rritur akoma edhe më tepër. E thënë ndryshe, ti blen më pak se ç'bleje përpara. Prandaj njerëzit një nga arsyet kryesore, jo e vetmja, por një nga arsyet kryesore që njerëzit largohen nga Shqipëria, është arsyet ekonomike. Por përsëris nuk është e vetmja. Por ama është kryesore. Si mund të shty njerëzit ditën? E merr të rrogën 500 përpara, sot e merr 800. Po më shumë që e merr 800.000 lekë rrogën. Ishte rroga me 60%. Po çmimet e produkteve në treg më sa rritur? Po qiraja më sa është rritur? Po kosto apo bler një shtëpi më sa është rritur? Një çift i ri,
që do të jetojë ndërtoj jetën e vet, e të bëj fëmijët, të gëzoj jetën e vet. Ty i ka opsionet. O do blej apartament, o do e marrë me qira. Tash të blesh apartament sot është bërë misioni pamundur, po të bësh jetë ndershme. Misioni pamundur. Për ata që paguan me to paga mesatare. Dhe që janë 95% e punojësit në Shqipëri. Kaq sa janë rritur në shtet, po privatja ka mundësi të rrizë? Po pra po them, do dalit atje, po dal. Ta dy në anën tjetër, që ti nuk blen dot apartament, çfarë do bësh? Do të marrësh me qira. Dhe ka shku qira mesatare në Tiranë sipas studimeve të fundit, të bëra nga institucionet pavarura, 730 euro qira mesatare në Tiranë. Po aq rroga. Rroga mujore e një çifti, e një prej partnerëve është 700 euro, 750 euro, rroga mesatare. Hiku vetëm për qiran. Po do hash, do pish, do pagush faturën e ujit, faturën e dritave? Çfarë jetese për to? Po do bësh me fëmijë? Po nuk ka kosto për të rritur fëmijë? Nuk ka kosto për kopshte, çerdhe për shkolla, për shkollime kështu me radhë? Si do ja dalin ta njerëz? Prandaj ti ke rënien e numrit të lindjeve. Se njerëzit nuk gjenerojnë dot para mjaftueshëm që të mbajnë familjen e tyre gjallë, që të furrisin fëmijët, bëjnë 2 e bëjnë 3. Pagat e privatit, po pagat e privatit nuk rriten nga hiçi. Patjetër që ka një trend të rritjes pagave në privat. Po kjo ka ardhur si pasojë e faktit që është fuqizuar biznesi, apo si pasojë e faktit që është ulur aq shumë numri i punëtorëve si pasojë e migracionit, duke bërë atë që biznesi të detyrohet që të rrisi pagat i detyruar për të mbajtur njerëzit në punë që mos ikin. Pra ka ardhur nga produktiviteti dhe nga prodhimtaria më e lartë që ka pasur biznesi dhe individët që punojnë në biznes, apo ka ardhur si pasojë e kushteve tjera? Fatkeqësisht, kryesisht, si pasojë e kushteve tjera, si pasojë e presionit dhe si pasojë e zhvillimit. Ora po të shin ardhur të rritur pagat, të zhvilluar ekonomia, ne të kishim ekonomi që prodhonte. Por s'do ishim të 4 orë që jemi sot. S'do ishim të gjendje ekonomike që jemi sot. S'do ishim në mbrapa rajonit për sa i përket ekonomisë, siç jemi sot. Dhe këto janë faktet, këto janë shifrat që i thotë edhe Eurostati, mbi të cilat do të jemi të qartë dhe konkret, do të jemi realist. Shikoj, një smundje, hapi i parë i smundjes është diagnostikimi i saj. Po nuk u diagnostikua të lihet në kohë, smundja thjesht degradon. Kur është bërë tryeza e fundit një diskutim, po dhe i palëve politike, që duhet bërë nga mazhoranca, sa është qeverisja, me aktorët e tregut, me grupat interesit, mbi situatën ekonomike e Shqipërisë. Kur e mbani mend ju konferencën e fundit ekonomike, por ku diskutohen hallet e njerëzve. Ke disa takime ku flet kryeministri, flasin ministrat, ata janë si spektatorë. Në gjë retorikën se si është fuqizuar leku shqiptar, sepse nuk është as fuqizuar euro, por është fuqizuar leku shqiptar. Po mirë, këto janë jemi qikë serios, duhet seriozitet. Kjo është që e steshës një pacient i smur, dhe të shkosh në spital dhe të mjekohesh me gjithë respektin nga roja e spitalit. Jo pra të duhet mjekimi, nga i që është ekspert i fushën, nga i që është mjeku. Të duhet asistenca i infermierit. Pra, apo kryon leku shqiptar më shumë fitues apo humbës në ekonomi? Forcimi i lekut. Siç pretendon qeveria. Forcimi i lekut, e thash dhe fillimit të intervistës, në rast se do të vinte nga fuqizimi i ekonomisë, do ishte lajm i mirë. Forcimi i lekut, i cili nuk mbështetet nga fuqizimi i ekonomisë, pra mbështetet nga elemente të tjerë që është kryesisht paraja piste, krim të drogës, paraja informale, paraja jo zyrtare, paraja kriminale, është lajm i keq. Fitojmë 5 njerëz, 10, 20, 100.000 njerëz, fatkeqësisht jemi në të dytën. Dhe të thërë shifrat zyrtare dhe vetë qeverisë shqiptare. Por është bujësia dhe industria produse janë në recesion. 2 sektor produs kemi ne. Janë në recesion. Ju thatë se shumë shqiptar? Jo prej 4 muajsh, prej 4 vitesh. Dhe nuk flet njeri për të gjë. Nuk bërë njeri masat për të gjë. Na dështon të ka një koncert, si pas qeverisë do të paguajnë para nga buxheti. Po ku dështojnë bizneset fasonë, pse s'paguajnë para nga buxheti ne për të mbështetur ata? Që funi fatë të biznes se ka paguajt taksa. Se Kanye West nuk ka paguajt një taksë në Shqipëri. Ndërkohë fasonistët shqiptar ka paguajt taksa në Shqipëri prej vitesh. Prodhuesi shqiptar ka paguajt taksa në Shqipëri prej vitesh. Ai bujku shqiptar paguajn taksat ai. Ai fermerë shqiptar paguajn taksa. Këta nuk duhen mbështetur. Kurse për një koncert do dalin 4,3 milion euro.
Po më çash kjo është karagjozlik. Më falni për shprehjen, po është cilë karagjoze, shpërdorim. Jo, mirë kuptoj. Nuk është 4.3 milionë euro bëjnë mrekulli në ekonominë shqiptare, fare absolutisht. Nuk bëjnë mrekullira, por është çështje e filozofisë qeverisë, e filozofisë menaxhimit financiar, e filozofisë si shpërdoren taksat publike, e filozofisë kush janë prioritetet e qeverisë. Po pse më tallavaj që u bë aty 2 orë është prioriteti i qeverisë, apo janë shkollat që mungojnë në Tiranë kudo në Shqipëri, apo janë ilaçet që mungojnë nëpër spitale, apo mbështetja për familje në ndihmë ekonomike, apo mbështetja ndaj biznesit që po falimenton. Por ka prioritete kjo qeverisë apo s'ka? Besa duket i ka, por nuk i ka për shqiptarët prioritetet, i ka për tallava. Dakor, kjo është qeverisë tallava, çfarë themi më tepër se kaq? Edhe një pyetje të fundit se e di se keni për të ikur, keni angazhime të tjera. Ju thatë se po largohen shumë shqiptar, janë larguar tashmë, po gjithashtu po ikën dhe forca e punës. Si pritet të vijojë Shqipëria, si çfarë do presim, si do jetë Shqipëria në vitet e ardhshme? Në 5 apo 10 vitet e ardhshme? Në rast se nuk ndalohet trendi i shpopullimit, në rast se nuk merren masat për të incentivuar, pra për të shtyrë shqiptarët e larguar të kthehen, jo të gjithë, ose pjesë tyre të kthehen në Shqipëri, situata do bëhet keq më keq. Shqipëria do bëhet një vend i cili nuk do punojnë më shqiptar, por do marrim shumë të huaj që të vinë punojnë, pra ato vende pune kryesisht shërbime. Shkoni kudo në restorante, lokale, bare, në Tiranë, kudo i shikoni. Nuk ka bërë përshtypje në një fshat, në një rrethin të Tiranës, ishin 2 të huaj që punonin te kafja e fshatit. Kafja e fshatit, pra fshati, për 400 banorësh nuk kishte 2 të rinj që të punonin kamarierë dhe baristë në atë kafe, në një kafe kishte fshati. Unë isha atje në një takim me disa persona për grup interesi qytetarë që kishin problematika të tyre, dhe aty dhe baristi dhe kamarieri ishin 2 të huaj nga Bangladeshi. Me gjithë respekti që kanë për ta dhe vlerësi maksimal që kanë për ta. I respektoj dhe i vlerësoj për mundin dhe për fatin që kanë lënë familjet e tyre në Bangladesh dhe kanë ardhur në Shqipëri. Por, mbi ta, unë më intereson njerëz pikëparë interesi i shqiptarëve, i qytetarëve shqiptarë. Si është e mundur që arritëm në pikën që largohet rinia shqiptare, dhe kjo rini zëvendësohet pastaj me të rinj të ardhur nga vende të tjera, përsëris me gjithë respektin dhe vlerësimin që kanë për ta. Por mua më intereson pikëparë rinia shqiptare. Se është kjo rini shqiptare e cila është edhe fuqia punëtore, si sasiore, ashtu dhe cilësore, e 30-40 viteve të ardhshme. Kush largohet moshën 20-25 vjeçare, 30 vjeçare nga Shqipëria, praktikisht ka kontribut 30-40 vjeçar të munguar në Shqipëri. Ka të munguar dhe japi kontributin e vet jashtë. Unë kam qenë vetë student jashtë, disa vite kam qëndruar. Në momentin që ti shkëputesh nga Shqipëria, je thjesht një turist i radhës. Një turist i radhës që vjen 2-3 herë në vit për të takuar familjarët apo miq, shokët e kështu me radhë. Ndërkohë që kontributin e ke për moshtërinë ekzistent për ekonominë, po edhe për le themi për ecjen përpara të shoqërisë, zhvillimin e shoqërisë. E ke zero praktikisht kontributin ose pothuajse afër zeros. Tani ky është vendi i shqiptarëve, të respektojmë shqiptarët, t'japim mundësi shqiptarëve, patjetër pastaj nëse është e nevojshme, t'japim mundësitë tuajve ashtu siç vendet e tjera kanë bërë dhe me ne këtu 3 vjet e fundit. Pa ata nuk ka shkojnë shqiptarët në Itali, shkojnë shqiptarët në Angli, shkojnë shqiptarët në Francë, në Gjermani të punojnë në gjithë këto vite. Po nuk u larguan as italianët nga Italia, as francezët nga Franca, as gjermanët nga Gjermania dhe as anglezët nga Anglia. Ne ishim vlerështuar. Ndërkohë që të huaj në Shqipëri, fatkeqësisht, shqyqyrët e thëndjerë që vinë, dhe burë mirë se të vinë, por po bën vlerë që për të zëvendësuar ato vlera shqiptare që janë larguar. Jo më të tjerë shqiptarë këtu, të rinj shqiptarë, ta bëjnë jetën e tyre këtu, ta ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu, dhe patjetër nëse nevojshme, patjetër dera hapur për këdo. Të vit japi kontributin për ta çuar shoqërinë shqiptare, ekonominë shqiptare përpara. Avantazh është, plus është. Fund fare tregu funksionon sipas parimeve të kërkesës dhe ofertës. Nëse ka vende pune për të plotësuar, patjetër le të vinë. Po jo vende punës, nuk janë krijuar vende të reja pune. Janë thjesht hapur vende pune për të huaj që vinë në Shqipëri, sepse shqiptarët janë larguar jashtë. Janë larguar, e kuptoj. Tani si do ndalojmë këtë hemoragji të largimit të shqiptarëve? Është hemoragji. Kjo smundje, po nuk u kurua. Parë herë duhet të stopohet hemoragjia. Pastaj të kurohet.
Absolutisht çdo pacient I cili kalon një smundje nuk mund të kthehet plotësisht në gjendje siç ka qenë përpara. Po të rekuperojmë, bëjmë çmos të ndërmerrem politika incentivuese që një pjesë atyre shqiptarëve që larguan jashtë të kthehen prapë në Shqipëri. Por e kokën çdo shqiptar këtu e ka, dhe unë kam qenë jashtë, kokën në Shqipëri e kisha. Dhe u ktheva në Shqipëri. Por duhen dhënë incentiva që këta të kthehen. Dhe incentiva do të fillojnë nga respektimi I njeriut si njeri, të trajtohet me dinjitet nga shteti. Të kesh një polici shteti, e cila bën punën e vet, jo të që të gjurmoj komentuesit Facebook. Të kesh politika qeveritare që të ndihmojnë biznesin, që të hapen vende pune, që ai që të rrisi prodhimin, që të rrisi produktivitetin, që të jetë I konkurrueshëm në rajon, të bëjmë çmos të investimet e huaja direkte, si sasiore ashtu ato cilësore, që të hapen vende të reja të punës për ekspertët, për ata të inxhinierisë, për ekonomistët, për juristët, për mjekët, për infermierët. Të kthehen njerëzit në Shqipëri, po këto do politika. Dhe nuk janë politika që ndërmerren as I për ditë as për javë për një muaj. Fillon me vizion, I cili fatkeqësisht sot mungon nga mazhoranca në qeverisë në fuqi, dhe e cila do dojë 2-3 vite për të implementuar, pra do të krijuar besimin tek njerëzit. Dhe duke krijuar besimin, siguroj që pjesë e tyre edhe do kthehen në Shqipëri. Se kanë nonën, kanë babën, kanë gruan, kanë burrin, kanë familje, kanë fëmijët e tyre këtej. Kanë motrat, kanë vëllezërit, kanë shoqërinë këtej. Duan të kthehen, por nëse nuk I jep mundësi për të kthyer, ai do vendosi fatkeqësisht të qëndrojë jashtë. Pra duhet ta kurojmë këtë pacient që është I ekonomi e smur, me metastaza të ndryshme. Duhet ngoditur këto metastaza të ndryshme, dhe kjo vjen vetëm në një formë, le të themi, me ndryshimin politik. Qeverisja aktuale ka 13 vite në fuqi. E ka treguar se çfarë mund bëjë. Nuk janë 13 javë apo 13 muaj. Janë 13 vite. Kjo është filozofia e qeverisë aktuale. Zoti Doriani, të falenderoj Filozofi e pranojmë dot. Nëse nuk e pranojmë dot, rruga vetëm është ndryshimi. Faleminderit ju për të ndryshoj. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.